Rreth 5 milion njerëz në Ukrainë janë detyruar të zhvendosen nga shtëpitë e tyre në pjesë të tjera të vendit për shkak të sulmeve ruse, sipas të dhënave zyrtare. Zëvendës kryeministrja e Ukrainës, Irina Vereshchuk, tha në televizionin shtetëror ukrainas se 4.9 milion njerëz janë regjistruar si të zhvendosur brenda vendit. Rreth 3.5 milion njerëz u zhvendosën brenda Ukrainës, që kur Rusia nisi pushtimin e plotë të saj në shkurt të 2022-shit, tha ajo. Pjesa tjetër janë zhvendosur më herët. Para pushtimit më shumë se 1 milion njerëz u zhvendosën brenda Ukrainës, që nga viti 2014 për shkak të luftimeve të vazhdueshme në rajonin e Donbasit në lindje të Ukrainës. Forcat e udhëhequra nga Rusia i kishin marrë nën kontroll pjesë të rajoneve të Donjeckut dhe Luhanskut në atë kohë. Nuk ka patur lëvizje të mëdha të njerëzve kohët e fundit, tha Vereshchuk, duke shtuar se disa prej të zhvendosurve ishin kthyer në shtëpitë e veta gjatë periudhës nga gushti në nëntor. Kjo përputhet me zhvillimet e gjendjes ushtarake në terren, ku frontet në lindje dhe në jug kanë mbetur kryesisht të pandryshueshme. Sipas të dhënave të fundit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, rreth 6.2 milion ukrainas janë larguar jashtë vendit, qoftë përkohësisht apo përgjithënjë. Para fillimit të luftës në 2022-shin, Ukraina kishte një popullsi prej rreth 41.4 milion banorësh.